Të dashur miq të vegjël e miq të mëdhenj. Në fakt unë po lexoj këtë poezi në mes të natyrës sepse në shtëpi është shumë vap. Dëgjoj në fakt një zhurmë shurdhuese, kjo është zhurma e gjinkallave. Tani bëjmë pjesë në botën e përrallës, tani dikush mund të bëjë një poezi o një përrallë për gjinkallat, nuk e di nëse e keni dëgjuar deri tani. Ndoshta teta Moza e teta Alma kanë ndonjë të tillë në sirtar, apo jo? Unë besoj. Tani po filloj pa humbur kohë të lexoj poezinë Dosa dhe i Riqi. Na ish një herë një dos në vath, ushqimi i përditshëm i që mërzitur. Atje afër një molle e madhe, ka do gjente të ishe gostitur? I tha një zogu, por ish i vogël. As frutra nuk mundi dot. Kaloi një riq mbuluar në gjomba. Për ty mi kam nevoj, i thot. Ndalet i riqi e dëgjon me kujdes kërkesën e dosës së babëzitur. Një moll mi kurrize ngjesh, t'ja çojë mikës së oritur. E pëlqeu dosa mollën e ëmbël, por nuk ngopej dot në një. Me shkop magjik urdhëroi, i riqi u bind dhe pa bërë zë. 1, 2, 3, 4 e 5, nisi nata që të bjerë. Dosa i shtroi çarçaf të larë, në qoshje të vathës a i shtrihet të flerë. Po kur erdhi mëngjesi prap, bari i shtruar me mollë të pjekura. Ah, që s'mundem të dal jashtë. Vatha i shrësuar tej e tej me hekura. Sërish i riqi të njëjtin zanat. Me ditë e javë u bë viti. Mollët që mërzitën dosës, çarçafët i riqit janë ngriti. Më vjen keq, thot, e pikëlluar. Por natën më shpon me gjëmba. Kur rrokullohem në përgjum, edhe kur më mpiet këmba. I shgënjur nga mosminjoja, i riqi në heshtje u largua. Mësimin e mori me vete dhe për mirësinë e tij u pendua.